Ndërkohë ju keni folur edhe nuk ju kemi ndërprerë në momentet e para, kështu që prandaj edhe unë her pas here, por kur ka një debat, unë nuk mund ta mbyll debatin, e të them, ta lëm debatin dhe le ti marrim një koment zotit Laska. Edhe për te kësaj unë po sërish po ndërhyj për t'ju marrë komentin, absolutisht. Ne gjithë kemi qenë pjesë e forumit rinor Partisë Demokratike dhe jemi rritë Partisë Demokratike dhe e dim, domethënë këto betejë kemi bërë historikisht Partisë Demokratike, se kështu ka qenë Partia Demokratike. Po, dhe sot jeni me qaste të ndryshme. Problemi është tjetër, që zoti Laska kur hyri në zgjedhje e dinte sistemin zgjedhor. Po. E dinte që nuk do merrte deputet as i qark tjetër sepse duheshin 7%. Të mos e thoni ju, ju lutem sepse zoti Lapaj në studion e Euronews Albania madje ka kërkuar maksimumin e deputetëve. Shumë mirë, do merrte 71, po unë po them gjë tjetër tani. Nuk e them unë. Unë po them si është në terren gjëja. Edhe si ka 30 vjet që bëhen zgjedhjet, se nuk është as hera parë që ka lëvizje të reja, parti të reja, po është hera disa. Atëherë pse bën këtë? Sipas jush e di marrë komentet zotin Laska. Shumë mirë bën që dole. Se nuk pati një bashkëveprim politik. Në rast po marrim rastin konkret me që këto patronazhohen nëpër qarqet e vogla, nëpër bashkitë e vogla. Atje ku është ku njerëzit njihen më shumë me njëri tjetrin. Aty është patronazhimi më i theksuar, edhe më i egër, po ta them unë, patronazhimin. Ndërkohë, Tirana sot është metropol. Kush patronazhon ty në pallatin tënd? Diti kush është kryetari i partisë për kutin tënde, i Partisë Socialiste? Unë se di, të lagja ime. Në Tiranë nuk e di njëri fare. Zonja Kuçana, e dini ju? Në Durrës po, unë po të them, në Tiranë nuk e di njëri. Tani, rezultati që ka marrë Shqipëria bëhet në Tiranë është më i madh se në Fier apo më i ulët se në Fier? Ku atje patronazhimi është më i egër në Fier, se po them është më e vogël. Edhe në Tiranë nuk, se nuk ekziston fare. Si ka mundësi që ka marrë rezultat më të lartë në përqindje, po them, në Fier, se sa në Tiranë. T'ja marrë përgjigjen zoti Laska? Po patjetër. Zoti Laska, pyetjet u a bëri zoti Sefa, kështu që përgjigjeni ju, po. Unë jam shumë i lumtur se kam edhe mik zotin Sefa dhe më pëlqen shumë kur më bën pyetje zoti Sefa. E dyta, ishte për të shtensionuar më duket situatën. Kjo komedi, zoti Laska, se ishte gjithçka në një maksimum dhe me njëherë rabus që ishin gjithë të ftuarit. Sa i takon politikës, është shumë e vërtetë që kodin zgjedhor dhe unë prandaj nisa ta thoja dhe nisa ta elaboroja që ne i kërkuam që në fillim politikës shqiptare që të ndryshonin kodin zgjedhor dhe Partia Demokratike kishte në dorë në 2024 për shkak të vendimit gjykatës kushtetuese që thoshte shprehmisht që nëse nuk mundsohet vota e emigrantëve, nuk janë të vlefshme zgjedhjet që do të mbahen. Dhe për këtë arsye ne i kërkuam sigurisht Partisë Demokratike kryesisht, por edhe Partisë Socialiste, që të bënin ndërhyrje dhe të ndryshonin kodin në mënyrë të tillë që të jepnin mundësinë të gjithë partive, qoftë të reja, qoftë të vjetra, dhe çdo deputet që do të zgjidhej në mënyrë meritokratike, dhe të mos kishim si sot deputet që nuk dihet nëse e ka votuar njëri apo se ka votuar njëri. Por ajo çfarë unë po them është se erdhëm në këtë ditë ku u vazhdua linja e hajde ta mbajmë ne të dy herë, me qënë se jemi dy partit e vjetra, dhe nuk ka rëndësi nëse vjen në pushtet Partia Demokratike apo nuk vjen në pushtet Partia Demokratike. Ka demokraci të brendshme apo nuk ka demokraci të brendshme. Do të kemi deputet të cilët dalin realisht nga populli, siç unë bie dakord plotësisht me zonjën Kuçana, sepse kemi bërë betejë shumë të mëdha edhe bashkë më përpara. Dhe absolutisht që një nga pjesët më të rëndësishme në politik është meritokracia dhe jo katapultimi. Ti e merr nga rruga dhe e bën kryetari deputet atje, sepse kryetari vendos që kodin zgjedhor ta mbajë me lista të mbyllura, një të tretën të mbyllura. Prandaj unë them dhe Lëvizja Shqipëria bëhet, e ka thënë që në fillim të herës, se në qoftë se nuk vendosim rregulla të qarta dhe të pastra loje, nuk mund të kemi nesër një parë zgjedhje të rregullta dhe të pastra. Përveç asaj, duhet të rikthehemi edhe një herë, se nuk duhet ta lej asnjë pyetje zotit. Jo, më një herë, por zoti Laska, për te fakti që u bën një pyetje,
pra u thot që ju në këto kushte, ju mbi gjitha edhe si jurist, ju i dinit që ekzistonin. Pra,